Në hodhin e Pallatit të Kulturës Mustafa Kantja, në qytetin e Kavajës, u çel një ekspozitë që mban në vetvete jo vetëm vlera artistike, por edhe një ndjesi të thellë emocionale. Klubi artistik Harmonium organizoi këtë aktivitet në ndër të piktores dhe ilustratores së njohur Inxhiriana Roli, e cila fatkeqësisht u nda nga jeta pak muaj më parë. Ekspozita përmbante mbi 100 punime të realizuara me një përkushtim të admirueshëm, që nga tablo në vaj, grafik, portrete, tusk në laps, vizatime të detajuara deri tek ilustrime librash për të gjitha moshat. Kjo ekspozitë shënoi një omazh të denj për një artiste që ndonse pa një arsim zyrtar në fushën e artit, diti të krijojë një botë të sajën përmes brushës dhe lapsit. Të pranishëm ishin artëdashës të shumë nga Kavaja dhe qytetet të tjera të vendit, piktorë të njohur, shkrimtar, botues librash, por edhe miq të afërt të autores, të cilët ndan vlerësimet dhe emocionet e tyre përmes fjalëve dhe pranisë të tyre në këtë ngjarje. Ajo që u vure në mënyrë të veçantë nga artistët pjesëmarrës ishte se çdo pikturë e Inxhirianës ngjan si një histori në vete, një ëndër e shndruar në forma, ngjyrë dhe emocion. Ky mendim u artikulua edhe nga piktori dhe grafisti i njohur Musa Eshari, i cili në një intervistë për Drita Televizion theksoi lidhjen e pasgjithshme mes karakterit dhe artit të autores. Sipas tij, ajo që na ka lënë Inxhiriana nuk është thjesht art, por një pjesë e shpirtit të saj, ishte e sinqertë, e ndjeshme dhe kjo pasqyrohet në çdo penelat të saj. Jo se duhet është rasti mi thonë, e qoftë i përjetshëm kujtimi i asaj, kalon në Baresa edhe më rregullina, qoftë në krindëri, qoftë edhe në sjellje, qoftë edhe në marrëdhënie shoqënore me njerëzit, por ajo shquhej ndër të tjerat. Shquhej për artin me sens tepër pozitiv dhe filloi të punoj edhe mbi bazën e njohurive që kishe fitu gjatë kohës që ne krijonim bonim ekspozita. Pastaj erdhën dal nga dal, duke u rrit niveli, u bën edhe ekspozita vetjake. Inxhiriana ka në vitin kaloi në retrospektiv, në vitin 2002 ka hapur ekspozitën e parë vetjake vetëm me nudo. Ishte një ekspozitë tepër interesante, për arsye sepse Kavaja atëherë shquhej për një lloj mentaliteti konservator dhe ishte një guxim i rrallë që të bëja ekspozita me nudo. Inxhiriana e arriti te rezultat. Tash të flasësh për Inxhirianën nuk asnjëherë nuk mbaron. Unë kujtimet e mia i kam shfaq tek albumi që kanë botu tash Nazmiu bashkëshorti i Inxhirianës, që të dy duhet me falenderu dhe me i respektu në maksimum, sepse ja vlejnë të dy. Kjo është një veçanësi e Inxhirianës, e cila ka fillu që me vizatime me laps, edhe ato vizatime janë me i pasot, ti shofish sot janë sikur i ka pavarësisht nga mungesa e shkollës, ai e ka te i kaluar te nivelin e shkollës. Edhe ka arrit në këtë nivel duke filluar nga vizatime me tonalitete tepër profesionale, ka arrit në kalime graduale tonale, edhe deri në duke kalu edhe në vizatime grafike me linjë, një linjë që është tepër sentimentale, tepër ëmbël, e butë, pa kënde forta, duke kalu pasaj edhe në grafika një çik më profesionale. Këto grafika pasaj erdhën duke u rrit si nivel, edhe arriti deri aty sa që të ilustroj edhe libra. Ishte edhe shansi, fati që kishe edhe bashkëshortin poet, edhe u bashkëpunë të dy. Ka arrit nivele shumë mira, qoftë në pikturë, qoftë në grafik. Kështu që nuk është për të habit larmia e teknikave që e shquhen Inxhirianën. Pavarësisht se nuk e ka pas njohurinë nëpërmjet shkollës së tij, ajo, siç thash më parë, e ka të i kalu nivelin e shkollës, sepse është një talent i lindur. Talentet e lindura plus edhe punës të përkushtuar ka arrit nivele që edhe kritika, edhe njerëzit e afërt që e kanë ndjek kritiku
e kanë vlerësuar në mënyrë maksimale. Nga ana vizuale, kjo është ndërtu me kurator. Është shumë, për vendin që ka, është vend shumë i vogël, edhe shumë minimal, por ato që kanë punu, që kanë menaxhu ekspozitën në formë kurimi, është, mund të them, e mirë. Edhe piktori Muhamed Malilaj e përshkroi veprën e saj si një pasqyrim të ëndrave personale që Inxhiriana kishte përmes artit. Ai shprehej se çdo pikturë e saj është si një tritare, nga ku shohim ëndrat e saj, jetën e saj të brendshme. Të bësh grafikën, do ta shoqërosh edhe në vaj, në pikturë, edhe në ilustrime, kudo shikohet grafika ke Inxhiriana. Por Inxhiriana ka një karakteristikë të veçantë, nga vetë natyra e Inxhirianës është shumë e ndjeshme, shumë sensibile, dhe duke qenë e tillë si karakter, pasqyrohet në veprat e Inxhirianës, si në grafikat, ashtu në bardhëzit, ashtu edhe në pikturë. Pra, Inxhiriana, duke qenë tip i ndjeshëm, jo karakter i fort konfliktual, po duke qenë një njeri i butë në vetvete, i përjeton ngjarje dramatike. Dhe në gjithë pikturat dhe grafikat, tek Inxhiriana shikojmë atë ëndrrën, sepse ne themi artisti për të bërë vetveten do nxjerrë shqetësimin e shpirtit. Dhe tek Inxhiriana ne shikojmë shpirtin e Inxhirianës që vuan, ka shqetësim për problemet dash sociale, dash familjare, dash nëmes shoqërisë, për atë që rrethojnë. Ajo i përjeton në atë mënyrë që i kthen në mënyrë pak dramatike, të vujtshme. Dhe vetë si njeri aq i butë, melankolik, duke edhe kur bën muhabet, shumë delikate, dhe piktura e saj është delikate, të çon në një botë pak të ëndrrës, si themin, mistikes. Unë them e ka ilustruar shumë bukur, janë shumë të ndjeshme ilustrimet, edhe ato me ngjyra dhe ato bardhëzi. Aty, për shembull, tek ca ilustrime që janë bardhëzi, aty shikojmë edhe surrealizmin, atë që thash pak më parë ëndrrën, se surrealizmi ka të vetën ëndrrën. Pra atë që nuk është realitet, për te i realitetit. Dhe ajo e ka transmetuar shumë bukur, me të ndjeshmërinë e vet, me delikatesën e vet, të cilët i bën mirë sidomos poezive, prallave, sepse pralla, poezia është një ëndër, është një shpirt. Piktura është akoma më e koncentruar, se aty shprehesh me fjalë dhe mund t'i bësh një ilustrim ti, ide state. Kurse piktura do t'i mbledhësh gjithë këto fjalë, ta bësh me vizatim me pikturë, kjo është akoma shumë më e vështirë në kuptimin e publikut që ta kuptoj. Pra jo lexon, e shtrydh themi ne, e memorizon dhe e shfaq. Një moment i përprekës ishte fjalimi i vajzës së saj, Derisita Roli, e cila rrëfeu se kjo ekspozit e kishte ndihmuar të mbushte sadopak boshllëkun e lënë nga mungesa e nënës së saj. Ajo tha se kjo ekspozit më dha ndjensinë sikur mamaja ishte ende këtu, përmes pikturave ajo vazhdon të na flasë. Nuk shoh ndryshim edhe mungesën asaj këtë radhë, sepse e di që është prezente shpirtërisht, e di që miqtë e artit janë të pranishëm sot dhe kudo që të ndodhet në univers, ajo është e gëzuar. Prandaj arti edhe sot e kësaj dite, besoj edhe pas kësaj dite do të jetë akoma aktive. Unë jam rritur me këtë frym, jam rritur me këtë vizion, gjithmonë që të vogla kemi qenë pranishme, na ka lënë letrën dhe lapsin në dorë, kemi mësuar pikturën, artin nëpërmjet asaj, dorës së saj që të vogla, dhe sigurisht ka një model të veçantë, sepse ajo gjithmonë bazohej në intuitën e saj, në veçanti në ëndrat. Ëndrat i thurte, në momentin që i shikonte që të nesër në mëngjes, ajo hapte kavaletin dhe sigurisht bënte pikturën. Brenda një ore e kishte realizuar pikturën akoma pa humbur ëndrrën. Dhe përveç familjares ka surrealizmin e saj shpirtëror. Unë kam studiuar pikturë, por sido që tjetë është pasion, nuk është prioritet, por është pasion për të ruajtur atë që në kam piksur. Unë i kam të dyja, edhe shkruaj, edhe pikturën. Kam marrë nga të dy. Kurse motra tjetër është më e fokusuar tek poezia për fëmijë. I pëlqen ky zhanër. Unë jam më e përgjithshme, unë jam më shumë tek ekuacioni i narratives, tek tregimet. Por nuk është sepse dua të mbaj linjën e artit në familje, është sepse është e lindur dhe nuk bëjmë dot pa të.
Ndërsa shkrimtari Nazmi Roli, njëherëzi bashkëshorti i autores, ndau me të pranishmit ndjesinë e thellë që e shoqëronte teksa hapi këtë ekspozit. Edhe pse shumë njerëz donin të blinin pikturat, ai tha se ndjeja se kur po ndahesha nga një pjesë e shpirtit të saj, ai kujtoi fjalët e bashkëshortes së tij, e cila i kishte thënë se të dhurosh artin është njësoj si të dhurosh veten. Ajo kishte dëshirë në mënyrë që ekspozitën në vijim të saj ta bënte ajo, por nuk mundi, vdekja e më dhuriti më shpejt. Edhe mu më mbeti detyrë në mënyrë që të bëj pikërisht këtë ekspozitë retrospektive të saj. Ajo, Inxheriana ishte, megjithëse pa shkollë arti, ishte një vizatuese e lindur. Edhe ekspoziti që ka hapur këtu në Kavaj, edhe kjo retrospektive, është këtë tregues. Ashtu si ishte vetë, pikërisht në marrëdhënie jetësore, që ide ke njoftur, si ishte vetë e butë, e vrisht, e dashur, intuitive, qanë të shpejt, pesbatohej shpejt, gëzohej shpejt, kështu ishte edhe kjo ekspozit pikërisht e manifeston për të sipër me në afërsi. Unë kreva një detyrë, siç kam këtë detyrë ku kam i botova në mungesën e saj, shkova dhe botova një libër Korti Ledone, që ja kushtoj Inxherianës, një libër i përbashkëm në poezi, në italisht nga vajza e madhe, sepse edhe e shkruan edhe në poezinë e shqip, me ilustrimet e Inxherianës, dhe e treta pa pasaj libër me kujtime që unë ja kushtoj Inxherianës, vatë se jetë me ty. Edhe kjo ekspozit, edhe e quaj vetën në mënyrë që jam i plotësuar pikërisht në detyrimet e mia për Inxherianën. Inxheriana dhe ilustrimet i ka pasur shumë dëshirë. Nga një herë unë e imponoja, sepse i bie edhe miqtë e mi në mënyrë që ajo të ilustronte se shifte ai tjetri. Një ilustrim të kikse, edhe pa mjohër, sot të e filoni pa gërdote, unë duhet me ilustroj libër, pra në librin e kam shumë filan vetë. Inxheriana i soje po, e ka pru po, unë është me për që bëngë shumë, unë është me për dhe gatuja, dhe qepën, për dhe qepën, ke makina qepse, unë i kam të gjitha, hajde bëja, edhe kjo është fundi, asë njëherë nuk ishte fundi. Është vërtet që do të lexon të librin, edhe pa bo konsulencë me autorin, në fillim bota takim me autorin, edhe pa libër shamit e do shkrimin e dorë, ai bote shpjegimet, dhe ajo gjente më tepër se të libër së sa shpjegimet, ai në farë mënyrë plotësonte pikërisht librin me ilustrimet e veta. Janë 35 libra që ka ilustruar. Është një art që ka një nesër të marrë në fillimin e shekullit. Është spanjolli i marrë Salvador Dali. Inxheriana pa i njohur fare atë kush ka qenë. Pa i njohur fare. Fillote të piktoronte se ai, sepse ai nuk bëte piktura realiste, bëte surrealiste, pikturat që shifre në andër. Pra, po të shikosh për pikturën, që do me thonë, në pyti një, të pisëm Inxherianën, hajtë kur të visë, ose e pisëm, kërë di unë di atë, ajo që është atë, Inxheriana është në qisë ku parandit e vdekjen, ka hypë në qiell. Edhe të 3 fëmijët, ajo kishë qujtë, mami, po të adhurojmë botën. Inxheriana sotë. Nuk duhet të shesh as i pikturë. Është sikur të humbash një fëmijë, nuk duhet të shesh. Punimet e Inxheriana Rolit përfshin stile nga realizimet e surrealizmit, ekspresionizmit, e deri tek një elegancë e veçantë vizatimore që i japin identitet të qartë dhe origjinal veprës së saj. Përmes një rrugtimi artistik të pavarur, ajo ka arritur të lërë një gjurmë të paharrueshme në artin pamor shqiptar, duke theksuar se kjo nuk ishte ekspozita e saj e parë. Rreth 25 vite më parë, Inxheriana ka hapur ekspozitën e saj të parë, ndërsa në këtë ngjarje u prezantuan dhe 35 libra të autorëve të ndryshëm, për të cilët ajo kishte realizuar ilustrime dhe kopertina, nga librat për fëmijë deri në poezi, tregime dhe romane. Gjua e saj vizuale ka mbështetur fjalën e shkruar në mënyrë unike dhe të fuqishme. Së fundmi, në një botim të fundit janë përmbledhur mbi 250 piktura të saj, një testament i vërtet i pasionit për kushtimit dhe shpirtit krijues të një artisteje që do të mbetet e paharruar për komunitetin artistik dhe më gjerë.